Kur Madonna dhe Britney u puthën në skenë në vitin 2003, lajmi shokoi të rruzullin. Sot kjo nuk është më një tabu. Shembullin e tyre e ndoqën shumë femra të famshme, përfshi edhe ato shqiptare. Puthjet lesbike mes të famshmeve tona tentativë për vëmendje. Deri më sot asnjëra nuk është deklaruar për orientim të njëjtë seksual.